Rithemi përsëri së bashku, po, çfarë do thoshe? Po. Fluturon koha, e di, fluturon. Çfarë do thoshe? Ne do bashkë me kohën. Po thoj, sa foto të bukura kam bërë more? Po, fotot i ka bërë vërtet shumë të bukura, saqë unë kur i shija postimet e tua në Tokyo më merrte dhe më buron nostalgjia apo dëshira për të kur të shkosh, unë do shkoj para teje. Po ti Arion, do shkoj përsëri para. Po ti do shkoj para meje. Dhe t'ja themi çfarë kemi bërë në plan? Po, ja thoj. Do marri diçka të devshej në Shibuya, edhe do i gjej unë. Do jam thjesht indicie, do i bëj një lojë me indicie për vete për ta gjetur. Dhe kur të mvi këtu mua, kemi gjetur. Ta shikoj ke vënë se. Japoninë e kemi prekur edhe me informacionet e përgjithshme që dham në hapje të emisionit, po kisha qejf të pyesja ty çfarë të surprizoj shumë, çfarë ndoshta edhe të zgënjeu, se jo gjithmonë, se është ajo shprehja që thon mos e tako kur idhullin tënd. Ndoshta për të zgënjur është fakti që me anglishtën i kishin punët. Nuk flasin anglisht japonez. Të hyrin punë japonisht aty të. Pak a shumë u morë vesh me vërtet. E di që unë edhe 6 muaj pasi isha këtu, jam bërë 6 muaj paktën se mos dilja bllaf. Edhe shumë kohë pasi isha kthyer nga Japonia, kishte rast edhe kur isha jashtë për shembull, se më ndodhi që ika në Lyon, pastaj ika në Vjenë, edhe kur më thonin ai gjë ose më jepnin diçka pasi bleja, bëja, hajde ja bëja. Arigato gozaimasu. Do të përgjigjesha në japonisht sepse gjuha japoneze ka një gjë. Si arigato? Arigato gozaimasu. Çfarë më vëllajmas? Gozaimasu. Po, arigato gozaimasu. Gozaimasu. Thuaj vetëm gozaimasu. Kozaimasu. Go. Thuaj vetëm Jo, jo, po e bëjnë, patjetër që e bëjnë. Nuk e di kush e ka bërë me ty, po më mos e ka bërë tjetër tani çuna. Dgjoj, kam një kuriozitet, Andi, se ti tani do fillosh na tregosh, patjetër, po unë dua të ndalesh pak edhe tek ushqimin në rrëfimin tënd, përveç se gjërave mas që duhet shohim. Kur më shkuanin në shtëpi ishin kështu, po çfarë po ha, sa ti s'ha. Po pra, në fakt edhe këto vende që janë me ka një keq kuptim me Japoninë, ngatroj gjithmonë me Kinën, me pra kultura japoneze dhe kineze. Ai sa ne na duken të ngjashme ose të njëjta janë shumë të ndryshme. Ushqimi në Japoni është super i shijshëm dhe super i lirë. Unë madje ja tregoj edhe miqve kur më pyesin ai ishte shtrenjtë. Ne kemi ngrënë një drekë së bashku, të tre, kemi mbushur tavolinën plot dhe me gyaku, që është bifteku tradicional japonez. Edhe ka kushtuar për afërsisht 50 nuk e di, 90 euro për 90 euro të bashkë. Që janë nxorët Tokion me shku me 500 euro. E kemi në Trip Top, shkoni në YouTube dhe e gjeni atë moment. Mes 50 deri në 90 euro, maksimumi 90 euro, minimumi 50 euro, 3 persona, një drekë e bolshme. Dhe ishte restorant i mirë. Po mirë, çfarë po thoni që Tokyo është e lirë? Shumë e lirë. Po, është shumë e lirë. Madje edhe mëngjesin, unë mund të dëshmoj që unë e kaloja vetëm me 2 produkte që i blenim në 7-Eleven, edhe që ngopeshin dhe ishin shumë të mira. Sepse atje ka dhe një gjë që pastaj udhë rrëfyesi na e shpjegoi me shumë detaje. Që këto produkte që shihni këtu për shembull, në momentin që kanë fruta ose perime në ambalazh. Që janë capie për ata që na dëgjojnë në radio? Po mund të jenë edhe mund të jenë kos, edhe në debatin e hadapi. Ata duhet i kenë brenda produkte bio. E ka me ligj, nëse ke portokall është portokall brenda 100%. Dhe unë jam habitur kur mora në fillim një lëng portokalli dhe ndjeja fijet e portokallit brenda, copzat e portokallit brenda. Edhe ja, ky është vakti im i mëngjesit. Vitamin C që të mos sëmuresha. Edhe ishte kjo gjëja që ishte mbushur me kisha mbushur nga më ndryshe, unë e merja me moll. Edhe ky ishte mëngjesi im dhe ishte më së i bollshëm. Por ti vizitove jo vetëm Tokion, e cila në një farë forme të la zemrën dhe të mori zemrën. Po vizitove edhe Osaka dhe Kyoto. Por sushi a hëngrët njerë, se tani duhet të dimë sushi është më i miri në botë. Sushi është kinez, nuk është japonez. Kjo që ham ne, nëse më lejon ta them unë, kjo që ham ne nëpër Europë nuk ka lidhje me Japoninë. Është ushqim. Jo, pa hëngrët apo s'hëngrët sushi? Ne kemi ngrënë nigiri, ramen. Ne provuam në një restorant në Tokyo, provuam sepse ishin nga këto restorante që të vjen ushqimi vet, pra ti thjesht ulesh dhe thjesht vjen rrotullohet aty, që me tren, po. Patëm edhe disa mikesha të reja, po ky është i martuar dhe nuk e themi dot, po ishin gjithë me mua. Se është i lidhur patjetër, i lidhur janë, po se kemi fshehur. Po mua që si je i lidhur për shumë vite je i martuar, që është bota ime. Se bën gabimet e mia. Jo për vete. Po folëm për mua, flasim për trenin, po ushqimin me tren. Dhe aty ndoshta kemi provuar sushi, që njohim ne. Po në asnjë qytet tjetër të Japonisë nuk kemi konsumuar sushi sepse kishte rameni është ushqimi i tyre tradicional, supa. Mund ta gjeni gjithandej praktikisht edhe me çmime të lira, më sapo kuptoj. Ja, ky është një ramen tipik që na hanim ne edhe këtu. Këtë kemi provuar në Kyoto dhe për mua ky ishte vakti më i mirë që un kam ngrënë. Mamja duket e çuditshme çuna.
Nga pamja duket e çuditshme, Nuk është, po ambientohesh shumë shpejt. Brenda 24 orëve ti ndihesh si zonës aty, sikur ke lindur aty. Duke nisur që nga tualeti, që është shoku i parë kulturor. Tualeti është gjë më e bukur në botë kulturor, domethënë, sepse ku shkove në tualetë, di se jam zemra është mega luks. Kur të provosh tualetin japonez do na besosh. Është mega luks, domethënë ne hynim dhe dilnim pas 3 orë. Sepse është me ngrofje, me ftofje, është me larje, me shplarje, me vibrim, me ajër. Është kështu, është sigur ules në limuzinë. Domethënë është vërtet higjiene lart, se njihet Japonia. Edhe në kapsulë hotel që ishim ne, që ishte hostel i famshëm, ishin kushtet 10-10, pra ishte çdo gjë perfekte. Pra, kushtet në hostel ishte sikur ti ishe në një hotel me 4 yje. Në Evropë, jo në Evropë, jo, se Evropa. Po le të themi në një hotel shumë të mirë në Europë, në një hotel të mirë, po. Jo, unë mund ta them 4 yje, pra ti ke hotele 4 yje në Evropë ose edhe 5 yje që nuk janë kurrë si. Po, që nuk janë kurrë si hosteli që qëndruam ne, apo si mos flasim për Bangkokun, për s'kemi qenë bashkë. Po, kemi qenë në Kongë. Morarion, çfarë memorie. Jo, para se të ikim tek këtë dua ta di. A janë friendly njerëzit në Japoni? Apo ta lëm mister për pas pak. E bukur është, ta diskutojmë, po, kthehemi pas pak. Mos bëjmë frym. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me Andi Brapin, Arion Muça dhe unë. Dhe unë Ariona Sheka. Duke diskutuar për Japoninë, për Tokion dhe konkretisht e lam tek bisedën tek një pyetje që unë vërtet e kam shumë kuriozitet, sepse njihet që ata nuk këtë pjesën e kontaktit fizik nuk e duan, përshëndetjet i kanë specifike dhe automatikisht i mendon janë apo si janë ata njerëz friendly, pra japonezët. Pra nuk jam ndier, domethënë i keq pritur aty. Edhe kur hynim në për dyqane apo edhe kur pyesnim përkundër. Përveç ashensorit. E mban mend skenën e ashensorit që kanë dalë vajzat nga ashensori kur po hipnim në një nga ashensoret në qendra komerciale, po kemi qenë në një nga ashensoret, edhe ishin 2 vajza brenda, ne futemi brenda, ato dalin jashtë. Po ndoshta do dilnin apo. Po mirë, më ndoshta. Jo, nëse më lë të korrigjoj këtu, jo për të jo për të thënë që s'ke të drejtë. Ne nuk jemi njerëz të bukur për japonezët, duhet ta pranojmë këtë gjë. Ata i duan meshkujt apo të bukurit. Ata na siç shohim ne njerëzit me ngjyrë. Çfarë thua? Shpellar, ne jemi shpellar për ata se kemi qime. Shpellar, ja. Ne kemi qime, jemi të pasjellshëm. Mashkull ideal japonez është një mashkull pak androgjen. Një mashkull që androgjen është tani. Ne gjithë me full mjekër, me flokë. Po, ata unë nuk do thoja që janë të sjellshëm, unë do thoja që janë të rregullt. Shiko, unë thash jam deri keq pritur sepse ne kishim rastin e restorantit që ishim ulur dhe 2 vajza që ishin ngjitur, 3 vajza që ishin ngjitur me mua, na pan që po xhironim dhe hyn automatikisht domethënë pjesë në frame edhe ishin i treguam çfarë po bënim, programin që po xhironim. Pra, aty ishte shumë friendly, po edhe në për dyqane edhe më kështu, trauma ime kur hyra një dyqan që ishte plus 18. Ua, pse? Niste si dyqan lojrash, në kat të dytë ishte zoti ma. Çfarë të pan sit aty? Çfarë nuk pan sit? Po kati parë ishte video games, pra ishte Super Mario, ishin qefte, ne kemi filmuar atë, kemi filmuar. Ishte kati dytë, gjithëm ka 2 zonë hap perden. Aq shpejt sa e hapa perden, aq shpejt e mbylla. Po sa thash, për ata është krejt normale, ta shpjegoj këtë gjë. Për ata është siç kemi ne videolojrat, ata kanë edhe hentai, pra nuk e quajnë. Hentai është pornografia e vizatuar, pra janë anime apo vizatuar me vizatime janë. Zakonisht edhe ata ta ke shënoja. Në supermerkate normale, t'ia themi publikut që po na dëgjon makina apo në kanal. Ja, mos e do mendojnë që janë njerëz të shturur, se shqiptarët ai ç'duan. Jo, edhe janë pak, ë. Jo, s'janë ashtu. Në periudhën Edo pedofilia ishte krejt normale për japonezët. Po janë në periudhën Edo tash. Mirë. Arion ka ligje sot. Se edhe në kohën e Zogut e kemi pasur prostitucionin të legalizuar dhe të pranuar, por nuk e kemi sot e kësaj dite që nuk mund ta meqasim për pas Charlorsit, po diskutim tjetër është ky. Mos i bjem qafë vëllezërve ta. Ti futesh në supermarket, ke ushqime, në një kënd vogël ke lodrat seksuale të vendosura që siç mund blesh këtu në supermarket prezervativet apo aty i blen apo vajrat për shembull në farmaci këto si janë. Po, sepse konsiderohet pjesë e higjienës, edhe është pra ata është krejt normale, pra që edhe pjesë e eksperimentit. Jo, po aty në dyqanet 7-Eleven apo si quhen ata të tjerët? Family Market. Pra janë dyqane që qëndrojnë 24 orë, 24
hapur, edhe aty ti gjen pothuajse çdo gjë që duhet, që nga ushqimi deri te higjiena, dhe ata e konsiderojnë po, pra ata e konsiderojnë si pjesë të higjienës së tyre, nuk e konsiderojnë usat turp të ke marrë kondom ke vënë aty. Ai e konsideron pjesë të higjienës personale. Kondomi është një gjë dhe lojrat seksuale. Por para disa vitesh edhe këtu ishte turp kondomi, edhe këtu prezervativi kishte turp tablie. Unë për vete nuk pash lojra pra sex toys, por kondoma dhe pjesë të higjienës personale që mund të jenë ndoshta tabu për ne akoma sot e kësaj dite. Aty ishte, okay. Mirë, kjo është gjë e mirë. Në fund ditës një informacion dhe edukatë seksuale është e shëndetshme. Meqense jemi këtu do ta bëj atë pyetjen që të kam bërë në emision për geishat, sepse kemi bërë një debat shumë të gjatë, ne kemi dhënë si informacion. Çfarë janë? Çfarë janë geishat? Sepse kemi diskutuar edhe me miq të tjerë kur kemi diskutuar për Japoninë. Çfarë mendon ti që janë geisha? Jo, unë kam lexuar shumë për geishat sepse më ka pëlqyer shumë edhe libri dhe filmi dhe lexova shumë dhe pastaj kuptova. Shumica e perëndimorëve mendojnë që geishat janë punonjëse seksi, edhe që si më thon konsiderohen si një lloj prostitutash siç konsiderojnë. Por në fakt tona sot moderne. Por nuk janë, geishat janë të kulturuar, janë të lexuara, janë të shkolluara, kanë një prirje kulturore që mund të jenë në aktrim, në këndim, në shumicën e rasteve i kanë të gjitha bashkë, edhe bëjnë shkollë dhe performojnë një lloj teatri pak më privat siç kemi teatrot ne. Dhe kanë qenë shpesh të abuzuara, po jo se ka qenë e planuar nga shoqëria, siç ndodh shumica me disa këngëtare apo aktore që abuzohen seksualisht nga menaxherët apo nga drejtues të tjerë. Është ka ndodhur edhe me geishat, por ato në vetvete nuk janë punojnëse seksi, janë punojnëse kulture, le ta themi. Dhe kanë qenë burra në fillim. Me çka kam lexuar unë Arion është që ashtu lindën, pra lindën si artiste, të cilat nuk mund të kishte gjithë secili luksin të kishte pranë. Si më thon rregullin e geishave kanë qenë perëndimorët e parë që shkelën në Nazi dhe amerikanët. Britanikët. Edhe pse do ta them këtë gjë, nuk e di. Po jo, doja të thoya që ta përfundoj. Sot po janë edhe punojëse seksi. Po sot po sepse për shkak të luftës së parë botërore dhe më pas për shkak të luftës dytë botërore dhe për shkak të invazionit qoftë nga britanikët, qoftë nga amerikanët, ata u detyruan me forcë që të kthehen në punonjëse seksi, por në librin e tyre, në textbookun e tyre origjinal, ata nuk janë punonjëse seksi. Po, tek ishim me mikun ton që kur përmendëm geishat mendoj që ishin punonjëse seksi. Ishim dhe ishte gjëja më e bukur kur i shije vajzat japoneze apo jo, në Kyoto kemi parë shumë të veshura me veshje tradicionale. Kjo është një nga fotografitë. Kjo është në Tokyo në fakt, që visheshin me këto veshje tradicionale. A ishin kështu të bardha si ke filmi? Jo, I so pale. Po, ai është make-upi që ata vendosin për në logjikën e kulturës asiatike, bardha është e bukur sepse i vjen që ti s'punon. Ne do të kishim ardhur me kostumet tona e vërtet që kemi bler. Edhe i kemi bler. Dhe një element tjetër, edhe një element tjetër shumë interesant për geishat apo për veshje tradicionale në Japoni, nëse ti i vesh ato veshje nëpërmjet publike ti hipën pa lek. Është gratis 25 maj deri në 4 qershor. Kimono. Siguria, regjia, si jemi me minutazhin? Jo, do ta mbyllim, doja në pjesën e radhës, kemi edhe një pjesë nëse nuk gaboj. Do ta mbajmë atë se s'kem budalëm. Do të flisë për sigurinë. Sepse Azia në përgjithësi është pak e frikshme, në fakt që është larg, po kur je në Tokyo do na zbuloj Andi më pas, është e sigurt apo jo? Pas pak.